Jemi rikthyer. Britania duhet të dërgojë më shumë trupa në Kosovë për të parandaluar një luftë në Ballkanin Perëndimor. Pohimin e fortë kryeministri i Kosovës Albin Kurti e bëri në një intervistë për The Telegraph nga zyra e tij në Prishtinë. Prania e NATO-s këtu është vetëm simbolike, tha Kurti, duke argumentuar se ajo e vetme nuk do të mjaftonte për të parandaluar një pushtim nga ana e Serbisë. Komendet e tij erdhën pasi kreu i shtetit serb Aleksandar Vučić nënkuptoi mes rreshtash në fillim të javës se një përpjekje për të rimarrë Kosovën edhe mund të ekzistonte. Gazeta e njohur britanike citon Vučić të pohonte se Beogradi do të pres momentin më të mirë të mundshëm dhe ne do të shfrytëzojmë mundësinë tonë. I pyetur nëse Londra duhet të rrisë praninë e saj ushtarake në rajon, Kurti u përgjigj: Britania e Bashkuar është pjesë e NATO-s dhe ata veprojnë në këtë mënyrë. Por unë besoj se duhet të ketë më shumë trupa të NATO-s në Kosovë. Alianca ka 4.000 trupa në terren. Megjithatë, shefi ekzekutiv kosovar konsideron se vendi i tij mund të mbrohet edhe më mirë dhe se NATO mund dhe duhet të angazhohet më shumë në Kosovë si ushtarakisht, ashtu edhe politikisht, dhe kjo për shkak të kërcënimeve nga Beogradi. I kam kërkuar disa herë Brukselit shtimin e numrit të trupave në Kosovë, madje edhe përpara pushtimit të Ukrainës nga Vladimir Putin në shkurt të vitit 2022, ka përfunduar deklaratën e tij kryeministri i Kosovës Albin Kurti.